me agjeru, ose si që kanë thënë dikur të moçmit, me majt, me ninu, do në me thonë konkretisht me e ba zemrën të lirë, me e ba shpirtin të lirë. Njeriu aftësohet për çdo ditë me kenë maj aftë me drejtu vetë vetën, me ba çdo gjë për me mrit në takim me Zotin, po nuk mund është me mrit në takim me Zotin i kapun e i mushun me shumë gjana. Qa duhet për me ba? Me mësu me hek dorë, me mësu me hek gjanat e cilat janë të tepërta, me elan vetë vetën të lirë dhe jo sklav të të keqës. Ka marrë momentit të Krishti kur kanë me jo rëmby dhëndrin, atëherë kanë me agjeru. Një këto gjana në rëmbejnë gëzimin, dhëndrin e mranshëm, Krishtin që përmend na mon me shpresë, atëherë ti hekum të tana këto, për milon vend Krishtit, në mënyrë që e të bëhet qendra zemrës tonë, jetës tonë, e mos kena asnjë gjë tjetër që të zënë vendin e tij.